Në ambientet e Hotel Golden Palace në Shkodër është zhvilluar Tureza e Rumbullakët me temë nga sfidat e rekomandimet, forcimi i bashkëpunimit dhe angazhimit për të parandaluar trafikimin e paligjshëm të objekteve kulturore, organizuar nga Cultural Heritage Without Borders Albania. Koordinatoria e projektit Anisa Lloja vlerësoi rëndësinë e këtij takimi dhe rritjen e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare. Trafikimi i jashtëligjshëm i objekteve trashëgimisë kulturore është shumë i rëndësishëm në kuadrin më të gjerë si të mbrojtjes trashëgimisë kulturore, ashtu edhe të luftës kundër trafikut. Pra, nga njëra anë kemi gjithë institucionet e trashëgimisë që punojnë për mbrojtjen edhe promovimin e kulturës si një element identitar i shtetit tonë, dhe nga ana tjetër kemi gjithë institucionet ligjzbatuese që sigurisht e shohin trafikimin e objekteve trashëgimisë kulturore si një halk në trafikimin edhe aktivitetin e jashtëligjshëm më të gjerë. Trueza e sotme është trueza e tretë, janë 4 në radhë që do zhvillohen në gjithë Shqipërinë, ndër të cilat jo vetëm që po takojmë aktorët edhe po diskutojmë bashkarisht mbi vështirësitë e fushës, po kuptojmë cilat janë mangësitë. Dhe këto mangësi mëtej ne do i përkthejmë në një program kurrikule, pasi në pranverë presim që të kemi të organizojmë trajnime për personat e angazhuar në këtë fushë. Ndërkohë, drejtori rajonal i trashëgimisë kulturore dhe kulturës në Shkodër, Helidon Sokoli, theksoi se rritja e bashkëpunimit mes institucioneve dhe komuniteteve është thelbësore për të zvogëluar fenomenin e trafikimit të objekteve kulturore. Kjo tryezë e rumbullak sot me shumë aktor synon që të rrisë ndërveprimin, bashkëpunimin mes aktorëve. Kjo është një problematik, një fenomen që nuk mund të zgjidhet vetëm me një ose me 2 institucione, duhet një rakordim dhe një koordinim i punës mes shumë institucioneve, por edhe vetë komuniteteve, banorëve që banojnë pra dhe kanë aktivitetin e tyre pranë pasurive kulturore, siteve arkeologjike, në mënyrë që të kemi një bashkëpunim dhe një rezultat zvoglimin e këtij fenomeni. Ai shtoi se është e nevojshme ngritja një regjistri digjital për dokumentimin e saktë të pasurive kulturore, si një hap i domosdoshëm për menaxhimin dhe mbrojtjen e tyre. Pikërisht kjo tryezë këtë synon të përçojë pra nevojën për të patur edhe një regjistër digjital dhe një dokumentacion të saktë edhe të pasurive kulturore materiale dhe jo materiale, të cilat mund të jenë bërë pjesë e trafikimit gjatë këtyre viteve të tranzicionit. Ne sot nuk mund të flasim për një inventar të saktë, por që një rakordim i mirë i institucioneve mund të sjellë që shumë shpejt ne mund të kemi një regjistër digjital. Trueza mblodhi përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe vendore, organizata të shoqërisë civile dhe ekspertë të fushës, duke ofruar një platformë të rëndësishme për shkëmbim përvojash dhe rekomandimesh në drejtim të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore shqiptare.